Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit të vitit të kaluar sollën rezultatin e dytë më të keq për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kjo ndikoi menjëherë në përplasje të brendshme në këtë parti, ku disa i dolën në mbrojtje të kryetarit Lumir Abdixhiku e disa të tjerë kërkuan dorëheqje të menjëhershme. E në lidhje me zhvillimet e fundit në LDK për bota sot, foli analisti politik Gani Sharri. Fillimisht ai beson se Abdixhiku vonë krye të LDK-s për të shkatruar atë, madje vlerëson se këtë e ka mision special. Lumir Abdixhiku nuk vendos me meritas me dëshirë dhe vullnetin e antarëve të partisë në krye të LDK-s. Madje ai nuk u soll aty as vetëm nga Isa Mustafa siç është folur në vijimsi, por u katapultua në formë misterioze të vendimeve të pronto mafias nga një klik posible me mision special. Për shkatrimin e partisë së parë dhe më të madhe demokratike në Kosovë të formuar nga doktor Ibrahim Rugova, andaj duket qartë se pa lejen e atyre që e vendosën Abdixhikun pa qenë kurrë as antar i thjesht partie, në krye të këtij segmenti dikur mbar shqiptar politik, ai tani as dorëheqjen nuk mund ta ofrojë pa miratimin e padronëve nga frika se pas dorëheqjes së tij për LDK mund të hapet një kapitull i ri dhe rikthimi në gjeografinë e dikurshme të mbështetjes popullore. Gjithashtu Qarri u befasua me qasjen e kohëve të fundit të kryetarit të LDK-s ndaj mediave dhe kritikëve. Në këtë pikë ai kërkoi shkarkimin urgjent të Abdixhikut, pasi siç thot ai, nëse kjo nuk ndodh, ai do të çojë deri në fund shkatrimin e partisë. Madje habit shumë veçanërisht gjua ironike dhe tepër paragjykuese e ditëve të fundit të Abdixhikut, si ndaj mediave ashtu edhe ndaj të gjithë kritikave të drejta dhe të arsyeshme që vinë brenda e jashtë LDK-s kundër tij, kështu që nëse Abdixhiku nuk shkarkohet urgjentisht nga forcat të vendimarrëse të LDK-s, druaj se ai do të çojë deri në fund shkërmoqjen totale të kësaj partie të paras e dikur më të madhes institucionale të Kosovës, kështu që pas shkarkimit të tij, LDK mund të ngrihet urgjentisht një komision hetimor për hulumtimin e mënyrës së zgjedhjes së Abdixhikut në krye të partisë, dëmet që ai ka shkaktuar asaj dhe misionin e vërtet për të cilin u katapultua me diktat të vendosur nga jashtë partisë në krye të LDK-s, akt që nuk ka ndodhur me asnjë segment tjetër politik në demokracinë e 26 viteve të post-çlirimit të vendit tonë, vlerësoi ndër të tjerë analisti.